zyrtare që fillon me 15 dhjetor, por diçka të krejtësisht të cilën e kemi parashikuar në diskutimet tona të përnaçme në debate, bile më kujtohet tash gjatë kohës sa bëne prezantimin dhe i përfole deklaratat e Samive dhe këto përplasje që po ndodhin, kishim një diskutim këtu mes kolegëve që fushata do të jetë qetë, do të jetë pa diskurs të ashpër e kështu me radhë, por unë isha skeptik në këtë punë dhe ashtu po del realisht ende pa nis. Zyrtarisht fushata ne shohim një përplasje të ashpër mes individëve, subjekteve, gjithë që nëse përmbledhet gjithçka sillet rreth idesë së zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Dhe tash unë pres që po ashtu gjatë ditëve të ardhshme të shkojë edhe në nivel tjetër ky diskursi i përfaqësuesve politikë, kandidatëve që janë në garë, sepse tek e fundi secili synon të kapë secilin vot, secilin moment për dalë sa më mirë në këto zgjedhje. Por ka diçka në cilën natyrshëm, e tha dhe në fillim vetë Arben, forma se si vetë deputetët ose anëtarët e lëvizjes vetëvendosje, këtë rast deputetja, ish deputetja Matoshi është drejtuar familjes Ushtakut ose vetë Ushtakut, ka qenë natyrisht e papranueshme si e tillë, por edhe vetë deklaratat e zotit Ushtakut po ashtu ishin të papranueshme. Por unë më shumë e kam pas si një lloj reagimi të pakontrolluar të zotit Ushtakut për shkak të po themi provokimeve të vazhdueshme që ka bërë deputeti, dhe nuk kam prit që zoti Ushtakut të bie prej këtyre provokimeve, pavarësisht që e njëjta nuk është dalë dhe me gjasja ka arrit këtij qëllimi, sepse ajo ka dashur me provoku situatën dhe ka futur zotin Ushtaku në temë. Pres që kjo të zgjerohet tash Arben, kam shku pak ka do të filloj edhe nga lëvizja nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe gjatë ditëve që do të shkojmë tutje, nuk kemi me pa në prezentim ndonjë programi, ndonjë oferte të partive politike, por pos ide se kush me kë përkujdet më tepër në këtë aspekt. Kështu që kjo është për mua një po themi diskurs normal nga çka jemi mësu të kemi në politikën tonë dhe do të na duket më gjasa dhe më normale gjatë ditëve tashme. Shala. Tashti pëndukët na kritikoj pak Fidani, ndoshta edhe me të drejtë, ndoshta edhe jo, unë për shembull të paktën për veti, po foli kom thonë që nuk kam ndryshuar në kuptimin konceptual programor fushata. S'ki çka me program hiç krenar, unë e thash se s'ka kohë për program, se duhet me përsërit shkurtit. Kështu luftës së betejës, ma mërmania, unë s'kam thonë që ashtu që s'kam më kohë. Nuk thash që ke thonë ti konkretisht, por ka pas diskutime këtu edhe nga kolegë tjerë që kanë proklamu që të jetë një fushat krejtësisht e qetë, s'do të mirë njërë me tjetërën, por nuk